Një 47 vjeçar shqiptar është kthyer në Hero në Gjermani pasi ka shpëtuar fëmijët në një autobus shkolle në një aksident. Sipas mediave gjermane, Avni Mehana, që jeton si refugjat në Butjadingen në veri të vendit, së bashku me të birin ishin në autobus dhe ai ishte i vetmi i rritur përveç shoferit. Kur era e fortë ka nxjerrë autobusin nga rruga dhe ka hedhur në një kanal me ujë, Avni Mehana ka thyer dritaren dhe ka ndihmuar fëmijët të shpëtojnë, ndërkohë që uji kishte nisur të hynte në mjet. Aksidenti ka ndodhur në një rrugë fshati ku autobusi me 15 nxënës të shkollës fillore pësoi aksident për shkak të erës. Sipas policisë, askush nuk pësoi lëndime të forta, por fëmijët janë të tronditur dhe nisën të qanin. Policia theksoi se 47 vjeçari shqiptar që pësoi edhe disa lëndime në duar gjatë operacionit të shpëtimit, u soll në mënyrë shëmbullore duke vepruar mjaft drejt dhe duke nxjerrë fëmijët nga dritarja e thyer e autobusit, por ngjarja ka dhe një histori të trisht pas saj. Sipas punëdhënësit të shqiptarit, ai duhet të deportohet nga Gjermania dhe ishte rrugës për në zyrën e të huajve. Pas aksidentit, fëmijët janë shoqëruar nga prindrit e tyre, ndërsa për të nxjerrë autobusin nga vendi i ngjarjes janë dashur rreth 3 orë.